Blu ju përshëndes nga edicioni qendror informativ. Do të ndajmë bashkë zhvillimet e ditës duke ndalur te hidrovori i qytetit të Vlorës, i cili vijon të mbetet një problematike pa zgjidhur, teksa aktualisht 2 pompa janë tërësisht të djegura dhe jashtë funksionit, ndërsa një prej tyre ka luati të ndjeshme tensioni dhe më shumë stakohet se sa qëndron e ndezur. Ndërkohë projekti për rehabilitimin e hidrovorit është tenderuar, por vazhdon të qëndrojë në sirtar. Hidrovori i qytetit vijon të mbetet gangrena e Vlorës. Sa herë që ka shi me intensitet maksimal, Vlora preket nga përmbytjet edhe për shkak të hidrovorit jo funksional me kapacitet të plot. Nga rrugët e qytetit nuk mund të tërhiqen ujërat e shiut për shkak se pompat janë thuajse të djegura dhe nuk kanë forcë tërheqëse, ndërsa qyteti i Vlorës edhe për gjatë 3 muajve të parë vijon të mbetet pa hidrovor. Megjithse priten rreshje të dendura në ditën e vijim, hidrovori i Vlorës mbetet në mëshirë të fatit. Nga 4 pompa, vetëm njëra prej tyre funksionon, ndërkohë që nuk ka asnjë projekt për rehabilitimin e këtij hidrovori. Në brendësi të hidrovorit të Vlorës, sipas informacioneve, 2 pompa janë totalisht të djegura dhe jashtë funksionit, ndërsa një prej tyre ka luhatje të ndjeshme tensioni dhe më shumë stakohet se sa qëndron e ndezur. Këto pompa janë vendosur në vitin 1968 dhe prej atij viti deri tani, pavarësisht përmbytjeve që kanë prekur qytetin, asnjëherë nuk janë zëvendësuar. Ka patur ndërhyrje për riparimin e defekte dhe vetëm kaq. Ndërkohë projekti për rehabilitimin e hidrovorit është tenderuar, por vazhdon të qëndrojë në sirtar. Në terren nuk ka asnjë shenjë nga nisja e punimeve dhe nuk dihet pse. Vlora vazhdon të mbetet në mëshirë të fatit me shpresën se nuk do të ketë rreshje, pasi me hidrovori në këto kushte qyteti nuk përballon dot as rreshjet me intensitet mesatar dhe jo më të lartë. Ish vendosur në hyrje të qytetit të Vlorës, stacioni autobusëve për linjat ndërqytetase po plotësohet me elementë të cilët janë të nevojshëm për funksionimin e tij. Por qytetarët pasagjerë thonë se ky investim nuk mjafton, pasi sipas tyre Vlora ka nevojë emergjente për terminal. Rreth 2 muaj më parë, stacioni autobusëve për linja ndërqytetase u zhvendos në hyrje të qytetit të Vlorës. Në aksin që lidh Transballkaniken me autostradën e Vlorës, me 10 autobusë qëndrojnë çdo ditë. Ky stacion nga dita në ditë po plotësohet me elemente të cilët janë të nevojshëm për funksionimin e tij. Pas vendosjes së koshave të mbeturinave dhe stolave, aty janë vendosur edhe 2 stacione prej metali, se ku do të qëndrojnë pasagjerët, por a mjafton ky investim? Në vend qëndrimin e ri të autobusëve në qytetin e Vlorës, ka nisur të vijen edhe stacione se ku do të qëndrojnë pasagjerët. Por sipas qytetarëve të Vlorës, edhe ky investim është i pamjaftueshëm në këtë zonë. Ata pak pasagjerë të cilët takojmë tek stacioni tregojnë se ky investim nuk mjafton. Sipas tyre, Vlora ka nevojë emergjente për një terminal. Shumë mirë që kanë bërë këtu, paska se është larguar nga qendër, mos ketë zhurmë, por pak këtë një vend më i futur në çik, që edhe njerëzit kenë stola një tip ambienti i rregullt, se ka dhe turistë, Vlora është vendi i turistëve, këtu vinë dhe turistë, jo të vinë vërdallën kështu si refugjatë dikur, domethënë. Ka nevojë për një investim të vogël. Por ka edhe nga ata të cilën nuk pranojnë ta komentojnë fare këtë temë. Jo, unë kam se kemi makinë. Jo, nuk merrem. Edhe stacionet prej metali ku do të qëndrojnë pasagjerët nuk janë plotësuar ende, pasi në to mungon streha. Në terminalin e autobusëve problem mbetet edhe mungesa e tualetit. Prefektura e Gjirokastrës ka hartuar një plan veprimi në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse me synim përmirësimin e shërbimeve dhe mirë menaxhimin e fluksit të vizitorëve në sezonin turistik 2026. Sipas prefektes Albana Hasanaj, gjithçka për një sezon turistik më të organizuar dhe më të suksesshëm për qytetin. Ndotja akustike, mungesa e trajnimit të stafit dhe ciceronëve, sinjalistika e pamjaftueshme, parkimet e gabuara si dhe zënja e hapësirës publike nga baret dhe restorantet janë disa nga problematikat kryesore të evidentuara në këtë fillim sezoni turistik në Gjirokastër. Këto çështje janë diskutuar në një takim mes operatorëve turistik, si dhe përfaqësuesve të institucioneve vendore, ku në fokus ishte përmirësimi i shërbimeve dhe menaxhimi më i mirë i fluksit të vizitorëve. Në përgjigje të këtyre shqetësimeve, Prefektura e Gjirokastrës ka hartuar një plan veprimi në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse. Ky plan synon në rritjen e kontrolleve në terren, disiplinimin e aktiviteteve të subjekteve private,
përmirësimin e sinjalistikës rrugore dhe turistike, si dhe organizimin e trajnimeve për stafin që është në kontakt të drejt për drejt me turistët. Qëllimi i kësaj tryeze ishte pikërisht të krijonte këtë koordinim që të gjitha asetet turistike të promovohen dhe të zhvillohen në mënyrë të organizuar. Qarku i Gjirokastrës ka një potencial të jashtëzakonshëm turistik. Përmendim këtu traditën, përmendim këtu kulinarin, një natyrë të jashtëzakonshme, cilat janë padyshim shumë tërheqëse për gjithë vizitorët. Dhe sfida jonë është që këtë pasuri kaq të madhe ta shndërrojmë në oferta turistike të mirë zhvilluara dhe të promovuara ashtu si duhet. Gjatë takimit të parë të Komitetit Rajonal të Zhvillimit të Turizmit u diskutuan disa problematika lidhur me zhvillimin e turizmit në vitin 2025, problematikat e hasura gjatë këtij viti turistik dhe prioritetet për zhvillimin e turizmit në vitin 2026. Padyshim që gjatë zhvillimit turistik ka patur edhe problematika dhe sfida të ndryshme. Gjatë këtij takimi u trajtuan një sër problematikash dhe ndër më kryesorët ishte ndotjen akustike në qafën e pazarit në zonën muzeale të qytetit Gjirokastrës. Në të njëjtën kohë një tjetër problematik që doli nga operatorët turistik ishte edhe fakti i mos trajnimit të ciceronëve, në të njëjtën kohë edhe punojësve të shërbimit. Një tjetër problematik e dalë gjatë kësaj tryeze ishte dhe mungesa e sinjalistikës, e cila shpesh herë shkaktonte dhe probleme për orientimin e turistëve në qarkun tonë. Të gjitha këto problematika janë adresuar edhe në një plan veprimi për menaxhimin dhe mirë funksionimin e turizmit për vitin 2026, një plan veprimi që është i dedikuar për gjitha institucionet për të koordinuar kështu punën për një zhvillim të turizmit në kushte më optimale. Në gjitha raportimet nga njësitë e vetëqeverisjes vendore u deklarua që ka filluar puna për mirëmenaxhimin e gjitha bashkive për të pritur dhe për të menaxhuar fluksin e turistëve që pritet, nisur nga shifrat, pretendohet që viti 2026 jetë një vit i suksesshëm dhe me rritje të numrit të turistëve vendas dhe të huaj. Ka filluar puna për vendosjen e sinjalistikës vertikale dhe horizontale në pjesën më të madhe të bashkive. Në të njëjtën kohë do të koordinohet puna me policitë bashkiake dhe policinë vendore të shtetit për të menaxhuar parkimet, hapësirat e përbashkëta, për të menaxhuar në të njëjtën kohë edhe lëvizjen e turistëve dhe krijimin e një ambienti më të sigurt për të gjithë vizitorët në qarkun e Gjirokastrës. Autoritetet theksojnë se zbatimi i këtij plani do të ndikojë ndjeshëm në rritjen e cilësisë së shërbimeve, si dhe në krijimin e kushteve më të mira për vizitorët, duke synuar një sezon turistik më të organizuar e më të suksesshëm për qytetin. Gjiri i Vlorës ka regjistruar kohët e fundit specie të ndryshme invazive, mes të cilave edhe peshk elmues. Rasti më i fundit është regjistruar 2 ditë më parë, ndërsa për specialistin e zonave të mbrojtura në Xhip Hyzo Lakaj, këto specie ndikojnë negativisht tek gjallësat e tjera në gjirin e Vlorës, si në florë dhe në faunë. Gjiri i Vlorës ka regjistruar kohët e fundit specie të ndryshme invazive, mes të cilave edhe peshk helmues. Rasti më i fundit është regjistruar 2 ditë më parë, ndërsa një tjetër rast ishte evidentuar disa vite më parë. Specialisti i zonave të mbrojtura në Xhip Hyzo Lakaj ka theksuar se këto specie ndikojnë negativisht tek gjallësat e tjera në gjirin e Vlorës, si në florë ashtu edhe në faunë. Ndërkohë një tjetër problematik lidhet edhe me rrezikun për njerëzit, pasi prekja apo konsumimi i tyre mund të shkaktojë probleme të rënda shëndetësore. Për këtë arsye është shumë e rëndësishme shpërndarja e informacionit dhe ndërgjegjësimi i publikut për këto specie. Është e vërtet që dje është rasti i dytë i një nga llojeve të peshqve që është një nga peshqit helmus, për të thënë me helmusit, që shkencërisht quhet Lagocefalus scleratus, i shqipiruar dje dhe me emrin ton peshku gjyle me pika, pra që i përshtatet shumë mirë si emër. Rasti i parë ka qenë para 6-7 vjetësh me peshkimin sportiv të një grupi peshkatarësh, dhe rasti i dytë ishte dje. Për të shqetësuar është fakti jo vetëm prezenca e tij, por edhe për masa dhe madhësia këtij rasti të dytë, pra, ishte një peshk i cili kalonte 1.2 kg dhe me një gjatësi afërsisht 46 cm, pra që tregojnë që nuk është i ardhur rishtas, po është peshk që e ka populluar gjirin e Vlorës. Është shumë problem sepse është, përveç se është invaziv, është shumë dëmtues për sa i takon habitatit dhe specieve autoktone të gjirit, por njëkohësisht edhe për shëndetin e njerëzve në momente të caktuara që ky peshk nuk njihet ose nuk dallohet nga personat që e peshkojnë. Çfarë i sjell? Atëherë fushat janë të ndryshme për të sjellë peshqit
speciet invazive në detin Adriatik, por në gjirin e Vlorës. Kanali Suezit është një nga ato që bën lidhjen pra midis dy ambienteve të ndryshme pra, dhe nuk është vetëm ky lloj peshku pall, po të referohemi të dhënave të fundit, rreth prej 7-8 vjetësh ka një vrojtime të shpeshta të llojit të peshkut luan, i cili është një peshk tjetër invaziv, për të mos folur për gaforen blu, dhe shumë lloj specesh tjera pastaj që nuk kanë të bëjnë vetëm me pjesën e peshqve, po edhe pjesën e florës bimore, po e them kështu të ujrave të Vlorës. Vetë përmbajtja e disa toksinave shumë të rrezikshme për shëndetin e njeriut, të cilat klasifikohen si vdekje prurse, pra mendoj që është fatale pra konsumimi i tij në moment që ky lloj peshku kapet dhe nuk njihet nga peshkatarët apo nga ata që përdorin në kuzhinë e tyre. Kështu që ka gjithmonë nevojë për promovim të këtyre pra për informacion, për dhënë informacione, për promovim për të kuptuar se cilat janë këto lloje që të cilët janë dëmtuese jo vetëm të habitatet pra natyrore të gjirit, por kur ka të bëjë me jetën e njeriut. Hysen Lakoj ka theksuar se janë disa faktorë që ndikojnë në shfaqjen e këtyre specieve dhe gjallësave të tjera, duke lidhur këtë fenomen me ngrohjen globale, ndryshimet klimatike dhe luhatjet e shpeshta të temperaturës së ujit dhe detit. Absolutisht kushtet klimatike janë një nga faktorët kryesorë sot të gjithëre ndryshimeve që po ndodhin si në llojet, po edhe si në specie, po edhe në habitate. Pra, nuk diskutohet kjo, pra ngrohja globale, temperatura ujit të detit, që ndryshon disa parametra brenda saj, bën që të bëhen kushte optimale për një specie e cila nuk është vendase, dhe të largojë ato që quhen specie autoktone. Gjiri i Vlorës ka regjistruar vitet e fundit një numër të konsiderueshëm speciesh që nuk janë pjesë e habitatit natyror, mes tyre dhe specie të rrezikshme për të cilat nuk duhet të mungojë informacioni dhe kujdesi nga qytetarët. Era me shpejtësi 15-20 metrë për sekond dhe dagët me lartësi deri në 2.50 metra anja pasagjere linjës Vlorë-Brindisi-Vlorë ka anulluar lundrimin dhe mbritjen e portit e Vlorës ditën e sotme. Sipas kapitenerisë së Vlorës, është shpenzuar edhe dalja në det e mjeteve të vogla lundruese për këtë të njëjtën. Shpenzuar lundrimi detar në Vlorë. Kapiteneria e portit të Vlorës në njoftimin e saj zyrtar për me dije se është shpenzuar lundrimi kjo edhe për shkak të kushteve të vështira hidrometeorologjike. Të gjitha mjetet e vogla lundruese dhe anijet e veshkimit nuk do të lejohet të qëndrojnë në det, ndërsa është njoftuar se ato duhet të qëndrojnë në vend strehime të sigurta. Gjatë ditës së njëjtën nuk do të ketë edhe lundrim të tragjedit të Vlorë-Brindisi në itinerarin me Italinë. Sipas njoftimit zyrtar të kapitenerisë së portit të Vlorës, bëhet me dije se kushtet pritet të përmirësohen duke nisur nga orët e para të mëngjesit të ditës së premte. Ndërkohë fuqia e detit arrin nga 6 deri në 7 ballë jashtë gjirit të Vlorës, ndërsa dallgët shkojnë nga 1.5 deri në 2.5 metra. Në bazë të parashikimit për situatën hidrometeorologjike të përkeqësuar brenda dhe jashtë gjirit të Vlorës, gjatë datave 26 dhe 27 mars 2026, duke nisur nga ora 6 e kësaj të njëjte, pritet dhe është parashikuar erë në drejtimin jug-juglindje, me forcën deri 6 deri në 7 Belfort, me shpejtësi 15 deri në 20 metrë për sekond, si dhe lartësi dallgësh nga 1.50 deri në 2.50 metra. Si pasojë e kësaj situate është parandaluar pajisja me leje nisjeje e mjeteve të vogla lundruese, si dhe atyre të peshkimit që synojnë të operojnë jashtë gjirit të Vlorës në det të hapur, duke nisur nga ora 6 e kësaj të njëjteje deri në orën 6 të datës 27 mars 2026. Me qëllim parandalimin e çdo rreziku apo situate emergjente për shkak të kushteve atmosferike, kërkohet bashkëpunimi të gjithë subjekteve dhe institucioneve që ushtrojnë veprimtari në fushën e detarisë për marrjen e masave të nevojshme për sigurimin e mjeteve në port, si dhe rritjen e gatishmërisë së ekuipazheve. Ania pasagjere e linjës Vlorë-Brindisi-Vlorë ka anulluar lundrimin dhe mbërritjen në portin e Vlorës për datën 26 mars 2026. Anijet e transportit ndërkombëtar detar do të vazhdojnë të operojnë normalisht sipas destinacioneve përkatëse. Parashikohet përmirësimi i situatës hidrometeorologjike për mjetet e vogla lundruese dhe ato të peshkimit pas orës 6 të datës 27 mars 2026. Nafta me 217 lek për litër, Ministri për Pushtetin Vendor Ervin Demo ka thënë për mediat se Bordi i Transparencës do të dalë sot me vendim, ndërsa konfirmoi gatishmërinë për të marrë masat në rast të abuzimi me çmimet e produkteve bazë.
Pas mbledhjes së qeverisë, ministri për pushtetin vendor Ervin Demo ju përgjigj pyetjeve të gazetarëve lidhur me çështje të ndryshme, përfshirë dhe rikthimin e bordit të transparencës një javë më parë, kur nafta ishte me çmim 217 lekë për litër. I pyetur se çfarë masash janë marrë, Demo tha se sot bordi do të dalë me një vendimarrje. Për sa i përket bordit, ajo që do të ishte më e sakta është që bordi sot do të mblidhet, është duke marrë gjithë informacionin për sa i përket lëvizjes së çmimeve dhe mbi të gjitha ndryshimit që ka vetë çmimi i bursës me atë çfarë ne shohim në pikën fundore ku vetë ky produkt shitet në territor, dhe bordi do dali me një vendimarrje sot. Sa për ndikimin në rritjen e çmimeve, ai nuk mundi të shprehej, por nënvizoi se prioritet është garantimi i transparencës dhe marrja e masave për të lehtësuar barrën e qytetarëve. Takon bordi të vendosë për sa i përket asaj çfarë po bëhet në lidhje me ndryshimin e çmimeve dhe lidhjen e tyre me çmimin e bursës. Nuk mund të flas në detaje për këtë, por do të them vetëm diçka, kuptohet që rritja e çmimit të naftës dhe aq më tepër inflacioni që sjell në produktet, le themi në një bazë gjërë, kërkon një kod saktuar. Gjithsesi ajo çfarë jemi duke bërë është që e para të garantojmë transparencën, duke filluar jo vetëm me produktet bazë, por patjetër edhe me produktet si nafta ose që kanë të bëjnë me energjinë, që ne të garantojmë që mos ketë spekulim në treg, se kjo është gjë e parë që ne duhet kuptojmë. Ne duhet garantojmë që në treg nuk mund të përdoret kjo situatë për të spekuluar në kurrizë qytetarëve. E dyta, patjetër qeveria është e gatshme të marrë masat e duhura kur ne gjykojmë që situata është e tillë që bara për qytetarët ka një impakt jo të vogël dhe patjetër qeveria do të marrë masat e duhura nëpërmjet bordit të transparencës apo dhe institucioneve të tjera. Qeveria pritet të caktojë sot antarët e bordit të transparencës, strukturë ngritur prej 19 marsit kur çmimi i naftës kërceu në 217 lekë për litër. Prej një jave tashmë duket se në vend është fiksuar çmimi 214 lekë për litër, duke bërë që shqiptarët u drejtohen vendeve fqinje për furnizim. Një tjetër shqetësim madhor vjen nga fermerët, të cilët thonë se me kostot e rritura nga nafta dhe plerat kimik janë të detyruar të lënë toka djerë. Do të rikthehemi me sociale, baret, restorantet dhe hotelet mund të shfrytëzojnë deri në 25% të gjerësisë së trotuarit për vendosjen e tavolinave dhe karigeve për qëllimet e biznesit të tyre. Por çdo lejë e re do të kushtëzohet nga zbatimi i një detyrimi të ri, bizneset do të mbjellin një pemë për çdo karige të vendosur. Baret, restorantet dhe hotelet mund të shfrytëzojnë deri në 25% të gjerësisë së trotuarit për vendosjen e tavolinave dhe karigeve për qëllim biznesi, por tashmë dhënia e çdo leje të re për shfrytëzim deri në 25% të trotuarit do të kushtëzohet nga zbatimi i bizneseve të një detyrimi të ri për të mbjellë një pemë për çdo karige të vendosur. Detyrimi për mbjelljen e një peme për çdo karige të vendosur në trotuar do të jetë dhe për kioskat. E paralajmëruar që në muajin shtator 2025, Këshilli i Ministrave tashmë nëpërmjet një projekt vendimi ka propozuar rregullat e reja për shfrytëzimin e hapësirave publike. Projekt vendimi për miratimin e rregullores së shfrytëzimit të hapësirës publike përbëhet nga 13 kapitull dhe përcakton një kuadër të ri dhe të detajuar për administrimin dhe shfrytëzimin e hapësirave publike në nivel kombëtar. Rregulloria tregon dispozitat e përgjithshme dhe përcakton strukturat përgjegjëse për zbatimin dhe monitorimin, si dhe rregullon në mënyrë specifike përdorimin e hapësirave nga bizneset gastronomike, ekspozimin e mallrave jashtënjësive tregtare, aktivitetet ambulante dhe tregjet. Gjithashtu trajton rregullat e reja për dhënien e lejeve për vendosjen e kioskave dhe strukturave reklamuese, përdorimin e fasadave për reklama, organizimin e panajireve, aktiviteteve promovuese, si dhe menaxhimin e hapësirave publike në plazhe dhe rregullat e reja për zënien e trotuarëve me skela gjatë punimeve të ndërtimit. Në fund përfshin dispozitat përfundimtare që rregullojnë zbatimin e saj në praktik. Për shfrytëzimin e hapësirave publike nga bizneset gastronomike, bare, restorante, hotele, specifikisht në rregullore përcaktohet se për rastet kur parashikohet vendosja e karigeve, subjekti është i detyruar të mbjellë një pemë për çdo karige të vendosur. Po në mënyrë kategorike, rregulloria ndalon për këto biznese vendosjen e strukturave erpritse, bazove apo tapeteve mbi hapësirë të gjelbër, ndërsa zgarat pjekse me qymyr apo elektrike ndalohen të vendosen në trotuar pa aspirator. Aplikimet për lejet e shfrytëzimit të trotuarëve do të kryhen pranë pushtetit vendor nëpërmjet platformës e-Albania.
Afati lejes së dhënë do të jetë 2 vjeçar, ndërsa për lejet provizore për raste festash afati do të jetë 30 ditë. Rregulloria gjithashtu vendos masa të ashpra për të gjitha kategoritë e bizneseve që shkelin kushtet e përcaktuara. Si fillim bizneseve u jepet paralajmërim për korrigjimin e shkeljeve me afat nga 2 deri në 5 ditë. Nëse shkeljet nuk korrigjohen, subjekti gjobitet jo më pak se 35.000 lekë për metër katror, në varësi të sipërfaqes së shfrytzuar. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha tha sot se Butrinti po afirmohet si destinacion me vlerë të shtuar në arenën ndërkombëtare, ndërsa qyteti antik i Butrintit po të rrej gjithnjë dhe më shumë turistë të huaj, duke u bërë një pikë kyçe e turizmit kulturor në vend. Qyteti antik i Butrintit po të rrej gjithmonë edhe më shumë turistë të huaj, duke u bërë një pikë kyçe e turizmit kulturor në vend. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha tha sot se Butrinti po afirmohet si një destinacion me vlerë të shtuar në arenën ndërkombëtare. Për vite me radhë, ky sit i jashtëzakonshëm nuk arriti të pasqyronte plotësisht potencialin e tij për shkak të një menaxhimit të fragmentuar dhe mungesës standardeve të konsoliduara, ndërsa sot përmes një qasje të re të bazuar në mirë menaxhim dhe vizion të qëndrueshëm, Butrinti po afirmohet si një destinacion me vlerë të shtuar në arenën ndërkombëtare. Ministri tha se të dhënat flasin qartë, 96% e vizitorëve janë të huaj duke reflektuar një profil turizmi shumë tërheqës, ndërsa koha mesatare e qëndrimit prej 2.4 orësh dëshmon se Butrinti nuk është thjesht një ndalesë, por një eksperiencë që përjetohet. Sipas shifrave të publikuara në rrjetet sociale, në vitin 2025 Butrinti u vizitua nga 295.152 vizitor, 147% më shumë vizitor se në vitin 2023, ku 96% e vizitorëve ishin të huaj nga shtete si Franca, Gjermania, Polonia, Mbretëria e Bashkuar, Holanda apo dhe Franca. Shifrat tregojnë se 80.6% e vizitorëve janë me arsim universitar, 70% e vizitorëve janë të punësuar, 11.2% e vizitorëve janë të vetëpunësuar, 10% e vizitorëve janë student, ndërsa 7.8% e vizitorëve janë në pension. Parku Kombëtar Arkeologjik i Butrintit ka një sipërfaqe prej 15 hektarësh dhe ndodhet në lartësitë 30 deri 50 metra mbi nivelin e detit. Ai është ngritur në këndin juglindor të gadishullit të Ksamilit. Ka një pozitë mjaft të mbrojtur natyrore, duke u lagur nga të dy anët nga liçeni i Butrintit, gjysmë të kripur dhe gjysmë të ëmbël, dhe në njërin anë nga kanali i Vivarit. Ndalemi në sport, mbrëmjen e sotme kombëtarja shqiptare e futbollit luan një nga 2 ndeshjet vendimtare për të arritur ëndrrën e kualifikimit në botror dhe qytetarët vlonjat në mas shprehen besim plot se ekipi do të arritë fitoria edhe pse përballjen e parashikojnë të vështirë. Në mbrëmjen orën 20:45 kombëtarja shqiptare e futbollit luan një nga 2 ndeshjet vendimtare për të arritur ëndrrën e kualifikimit në botror. Në mas, qytetarët e Vlorës shprehen besim plot se ekipi do të arritë fitoria për të kualifikuar për në raundin tjetër. Megjithatë, përballjen e parashikojnë të vështirë dhe të fortë. Poloninë tregojnë si një ekip me kualitet duke ju trembur shumë Lewandowskit, një lojtar me kualitet botror, por thonë se djemtan nëse do të luajnë me grind do të fitojnë. Do fitojmë si qa bet lafa punë. Si e parashikon ndeshjen? Fitore. Besim keq do fitojmë. Do fitojmë, si do fitojmë. Sa e parashikon takimin? 1-0. Për neve? Pa për neve, këto vem tjetër. Kualifikohemi ajo? Që ke vështirë, po edhe mund të kualifikohemi. Ke shpresë? Kam shumë shpresë. Vështirë, shumë e vështirë. Si e parashikon? Po morëm një barazim mirë do jemi. Kualifikohemi për mëtej ajo? Nuk mund të flasë, se janë skuadra të forta. Sa deri Shqipëria? Qefin e ka, të fitojmë, po vështirë është. Ndeshje vështirë, ë? Vështirë është. Kujtja ke frikën? Kujt i trëmbesh në lojtarët e Polonisë? Patjetër, më i miri, Lewandowski. Ndeshja. Keq më vjen, skualifikohen. Pse? Pse e mendon kështu? Mendoj se kualitetet, po të shikojmë kualitetet tona, eksperiencët dhe kualitetet të Polonisë, të cilin e kemi parë dhe më përpara, më kupton? Ka diferencë, ma aq më tepër që ndeshja zhvillohet në Poloni. Sa e parashikon ndeshjen sot me rezultat? Nuk ka rëndësi, nuk mund të them tash. Bile unë jam në alarm për rezultatin, me të drejtën. Do të jeni thellë? Jam Nëse kualifikohemi, është surprizë për ty? Absolutisht jo. Absolutisht jo. Do të thotë sepse ne me ata u ndeshëm, që ishin me 0, do me në gjendje, po s'ma merë mëndja që në këtë, se ky është momenti që vetëm botror zotri. Edhe ai atë që ka bidu, dhe trajnerin,
Dhe trajner qofse ju e keni ndjekur me se merreni me këtë punë, është kualitet më i lartë. 1-0. Për kë? Për Polakën apo ne? Ne që Polakë. Po fitojmë patjetër. Edhe kombëtarja e Kosovës luan në mbrëmje kundër Slovakisë. Vlonjatët duke parë lojën e Dardanëve tregojnë se i kanë shanset maksimale që të kualifikohen. Kosova është pjesa jone. Po Kosova. Desh edhe Kosova sot kanë. Po Kosova është, ne kemi hallin tonë, pa dhe Kosovën tonë ne kemi, po këte kemi hallin tonë. Be i zemra mal kualifikoheshim 2. Patjetër, shumë bile. Sot Kosova fiton? E vështire është, po edhe mund fitoj. Një rezultat për Kosovën. 1-0. Po Kosova. Pa edhe Kosova e një të gjështë. Në të një të ujra jemi. Do gëzoheshe të kualifikoheshin 2? Patjetër. Do ta shkosh ndeshje? Sigurisht. Tifo besoj. Si? Do bësh tifo. Po do bëj brenda shpitime. Kosova? Por Kosova nuk kam shumë besim se sa te Shqipëria. Pse? Ku diun, kam më gjak duket ata. Ka më grim. Më po. Do fitojmë 2 sot apo? Inshallah. Shpresë Zotit. Do bësh tifo? Po, patjetër. Kosova? Një mendim për Kosova. Do të Kosova. Nuk e kam ndjekur Kosova. Ne mund të kishim ekip të mirë nëse të dy krahët të bashkoheshin, bënim një kombëtare me shumë dinjitet dhe personalitet. Dhe mund të pretendonim me gjendjen që janë 0, qoftë Italia, qoftë se te Polaku, nuk është ai Polak që me bonjek e me Po Kosova. Në Kosovës ja kam iden. Se përcaktoj do të. Po kena të ritëm që kanë pasur. Kualifikohen patjetër. Gjithë kombis shqiptar në 20:45 do t'jetë gjithë sy e vesh përpara ekranëve për të ndjekur 2 nga përballjet vendimtare, Poloni-Shqipëri dhe Slovaki-Kosovë. Në zemër të qytetit të Fierit, një flamur gjigant kuqezi është shpalosur mbi një godinë duke krijuar një pamje mbreslënse dhe plot emocion. Iniciativa e tifozërisë Zjarrt Fierake në kuadër të ndeshjes Shqipëri-Poloni. Në zemër të qytetit të Fierit, një flamur gjigant kuqezi është shpalosur mbi një godinë, duke krijuar një pamje mbreslënse dhe plot emocion. Flamuri me shqiponjën 2 krenare mbulon pothuajse të gjithë fasadën, duke u bërë menjëherë qendra e vëmendjes për kalimtarët. Kjo iniciative e tifozërisë Zjarrt Fierake vjen në kuadër të ndeshjes Shqipëri-Poloni, duke reflektuar mbështetjen e fortë për kombëtaren e duke krijuar një atmosferë festive në qytet. Ky flamur është valvitur në 30 qytete bashkëshqiptare e sot vjen me një tjetër emocion. Kështu është shprehur kryetari i shoqatës adhetare për identitet dhe bashkim kombëtar për degën e Fierit Kristajziu, në pamundësi për ta shpalosur në stadium e vendosëm në qendër të qytetit të Fierit, ka pohuar ai. 2 kombëtarët tona luajnë për botrorin, luajnë 2 zemra për një komb, ndaj dhe atmosfera është kaq e zjarrt, ka thënë Ziu. Ky flamur është hapur në 30 qytetet e Shqipërisë, në Dardanin, Ilirid, në Malzi. Ne si shoqata adhetare sot në ditën e 2 kombëtarëve që luajnë sot për botror, luajnë 2 zemra për një komb. Dhe kjo është e gjithë motua që ne po e kemi zbukuruar Fierin dhe kemi bërë kaq bukur që në këto orë të para që ne presim sot një rezultat nga djemtë tanë Dardan dhe nga djemtë tanë që janë në Poloni me rezultat pozitiv që t'i shikojmë njërë në botror. Dhe ne si shoqata adhetare ne i ndjekim në çdo lojë që luajnë në të gjithë stadiumet. Ky flamur e shapë dhe në stadium, po mundësia sot nuk ishte për t'ikën në Poloni, ne zbukurojmë qytetin tonë të Fierit dhe ky shesh këtu do mbushet në orët e mbrëmjes plot me të gjithë fierakët. Ky flamur është një herë zgjedhje një thirrje për më shumë mbështetje ndaj kombëtarëve tona, ka thënë ai duke u shprehur i bindur në fitore. Thirrja është një gjë më e bukur, sa bukur do ishin gjithë shqiptarët nga Nishi deri në Prevez, siç janë sot në ditën e ndeshjeve të dyja kombëtarëve, shqiptarët duhet të jenë bashkë, një komb, një flamur. Do fitojmë se s'bën. Gjykata kushtetuese ka rrëzuar dekretin e Vjosa Osmanit dhe kuvendi ka 34 ditë për zgjedhjen e presidentit, ndërsa ka sqaruar se nëse kuvendi dështon të zgjedhë presidentin brenda këtij afati, atëherë ai shpërndahet automatikisht në bazë të kushtetutës. Në këtë rast, zgjedhjet e parakohshme parlamentare duhet të mbahen brenda 45 ditësh. Gjykata kushtetuese e Kosovës ka vendosur që dekreti me numër 24 i 2026 i 6 marsit 2026 i presidentes së Republikës Vjosa Osmani nuk prodhon asnjë efekt juridik. Në gjykimin e marrë në lidhje me kërkesën e lëvizjes vetëvendosje,
Gjykata obligon deputetët e kuvendit që nga hyrja në fuqi e këtij vendimi të ketë në dispozicion 34 ditë për të zhvilluar, si dhe për të përfunduar procedurën e zgjedhjes së presidentit të Republikës së Kosovës. Gjykata ka sqaruar se nëse kuvendi dështon të zgjedh presidentin brenda këtij afati, atëherë ai shpërndahet automatikisht në bazë të kushtetutës. Në këtë rast, zgjedhjet e parakohshme parlamentare duhet të mbahen brenda 45 ditësh. Po ashtu, me hyrjen në fuqi të këtij akt gjykimi, shfuqizohet edhe masa e përkohshme e vendosur më 9 mars të 2026. Vendimi i gjykatës kushtetuese hyn në fuqi menjëherë e do të publikohet në gazetën zyrtare të Republikës së Kosovës. Gjithçka e përgatitur nga redaksia për këtë edicion, ju falenderoj që na ndiqni, mirupafshim.